Ka qenë se ori ceku pak këngët, besoj që të gjithë do doni pak të dëgjoni hite. Patjetër. Kush nuk i do hitet? Ema? Jo, i dua. Ke ca hite në jetën tënde që të kujtojnë qaste... Jo, se unë kam shumë, po nëse unë do t'i tregoj, ti do kuptosh sa vjeç jam. Unë e di se sa vjeç je ti. Unë do t'ju ftoj të shohim diçka. Po. Boca muj, prej se m'ke shku, a ke ndërmen me ardh, pse m'je i dënut, kam quca fjall, a i ke një gjumë, prej shpirtit më kanë dal, si janë vetëm fjall, më jep një pudhje të lutem, një pudhje të lutem, një pudhje që vret më shumë. Më jep një pudhje të lutem, do kishim sot fest është ditë e shtun. Se ky fakti s'la pran, rasi mjegull në Tiran. Fjalët e më tha, ikëm pak nga pak e dashni më s'ka. E cila është Angela Peristeri. Angela, mirëmbrëma. Përshëndetje, mirëmbrëma. Sa është temperatura live në Tiranë se të shoh që po dridhesh? Në fakt jam shumë e nxehtë, Rozana, nuk e di ku e pe që po dridhem. A ka mjegull në Tiranë? A ka mjegull aty, më dëgjon? Për fat keq, tani nuk ka mjegull. Ashtu, a? Por një ditë mbas e kam nxjerr këngën, ra mjegull në Tiranë vërtet. Ka qenë augur shumë i mirë, të presin të vish këtu në studio të na bashkohesh me gjithë bukurinë tënde. Patjetër, po vi. Ema, unë të gjithë e dinë që unë kam qenë studente e Jokja, një nga studentet më të mira, le ta themi këtë, ose më e mira fare. Le ta themi, le ta thuaje se s'të gjë nga ato studente rebele dhe të vërteta. Dhe vazhdoj të jem e vërtet sepse të kam premtuar që do të them gjithmonë. Ema, është momenti që ti duhet thuash ato fjalë që pa të cilat ne nuk do ta realizojmë dot të emision. Po, në fakt e bëj me kënaqësi sepse ka lidhje edhe me bukurinë çfarë do t'ju prezantoj tani, edhe me kursimin. Pra, nëse ti dëshiron të jesh edhe e bukur, edhe të kursesh, e bukur një vit, ta kesh lëkurën e lëmuar për një vit, e një vit e pak më tepër, edhe të kursesh ca para, ti mund të përdorësh Philippe Lumière, e unë do ta shpjegoj pastaj i pëlën se çfarë është, që është një zgjidhje inteligjente e sigurt për heqen afatgjatë të qimeve. Janë disa gjërat që ne i kemi të bezdishme. Këtë gjë ti mund ta përdorësh në shtëpi, se është e rëndësishme edhe të kursem parat, por edhe kohën tonë. Funksionon me teknologjinë Sense IQ, dhe mua më duen syzet, me dritë intensive pulsuese. Kjo do të thotë IPL, do me thënë Intensive Pulse Light. Një alternativë më e lirë dhe më e sigurt se lazeri, përmes aplikacionit Lumea IPL,
me funksionin Skin AI, mund të ndjekësh përparim dhe kujdes ndaj lëkurës. Dhe të gjithë të mund ta bësh vetë në shtëpi. Faleminderit shumë, dhe kalojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi më njëherë në Goca dhe Gra.